Dekada e koncesionit të sterilizimit që i kushtoi shtetit 153 milion euro u mbyll në dhjetor 2025 dhe menjëherë u çel një derë tjetër për korrupsion. Ministria e Shëndetësisë firmosi një kontratë 10 vjeçare me kompaninë Sunny Service, ku vlera parashikohej në 100 milion euro, por me falsifikime dhe vjedhje u rrit vlera e faturimit me 53 milion euro më tepër. Ky është grafiku i pagesave të bëra nga fondet e shëndetësisë në drejtim të Sunny Service, ku siç shihet pagesat kanë vjuar edhe gjatë vitit 2026. Po kush do t'i marrë këto fonde tani tutje? Shoqëria e re, me emrin Operatori i Shërbimit të Integruar të Sterilizimit, do të ketë një kapital fillestar prej 200 milion lekësh të financuara nga buxheti i shtetit 2026 i Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale. Sipas vendimit, Orshis SHA do të ofrojë kundrejt pagesës shërbime që përfshin të gjitha ciklet e sterilizimit në sallat kirurgjikale, nga furnizimi me instrumente sterile dhe materiale njëpërdorimshme deri tek dezinfektimi i ambienteve. Shoqëria do të administrojë gjithashtu stacionin qendror të sterilizimit në QSUT dhe do të menaxhojë proceset e ripërpunimit dhe sterilizimit të instrumenteve të ripërdorshme, përfshirë përdorimin e teknologjive me avull dhe temperatura të ulta, si dhe digitalizimin e të gjithë procesit. Vendimi parashikon edhe kalimin pa pagesë tek Orshis të aseteve dhe të drejtave që i rikthehen shtetit pas përdorimit të kontratës së koncesionit të sterilizimit të nënshkruar në vitin 2015. Por duket se drejtoresha e shoqërisë Arisa Cane nuk pas ka gjetur asgjë dhe i ka hyrë tenderave me top, sikur të ishte viti zero. Koncesioni i sterilizimit të pajisjeve kirurgjikale ka kërkuar rreth 600.000 euro më shumë në vitin e fundit të funksionimit të tij, krahasuar me një vit më parë. Fondi i sigurimit të kujdesit shëndetësor në raportin vjetor për vitin 2025 thotë se është rritur numri i seteve kirurgjikale të ofruara nga kompania koncesionare Sunny Service. Të dhënat zyrtare tregojnë se gjatë vitit të kaluar është rritur numri i pajisjeve kirurgjikale të kompleksitetit të lartë, të cilat kanë edhe vlerën më të madhe financiare, 37.000 lekë të reja për copë. Po ashtu, rezultojnë me rritje dhe sterilizimi i pajisjeve kirurgjikale të kompleksitetit të ulët, paketimi me avull dhe pastrimi i seteve mjekësore me temperaturë të ulët. Për gjatë vitit 2025, Fondi i Kujdesit Shëndetësor ka paguar për Sunny Service rreth 15.9 miliard lekë të vjetra, ndërkohë që në vitin 2024 fatura ishte më e ulët, 15.4 miliard lekë të vjetra. Edhe sikur të mos ekzistojnë këto pajisje, shohim se operatori i shërbimit të integruar të sterilizimit SHA ka shpallur një super tender për të blerë thuajse gjithçka. Objekti i kontratës është materiale mjekësore konsumi për nevojat e operatorit të shërbimit të integruar të sterilizimit për një periudhë 12 mujore e ndarë në lote. Fondi limit për këtë tender është 275.6 milion lekë të reja pa të vëshë ose 2.887.000 euro pa të vëshë. Vlerat në euro në këto dokumente tenderi janë konvertuar sipas kursit zyrtar të këmbimit të Bankës së Shqipërisë, datë 18 maj 2026, me kurs këmbimi 95.47 lekë. Nga loti 1, materiale mjekësore për ndërhyrje kirurgjikale do të shpenzohet shumica e fondit limit 239.7 milion lekë të reja pa të vëshë. Për lotin 2, materiale mjekësore të ndryshme janë ndarë 21.8 milion lekë, ndërsa për lotin 3, materiale ndihmëse për procesin e sterilizimit do të jenë në dispozicion 14 milion lekë. Dhe ky tender që do të mbahet në 15 qershor 2026 zhvillohet ndërkohë që koncesioni i mbyllur po merr paratë për të njëjtat pajisje që janë blerë në dhjetor të vitit të kaluar. Drejtoria që është caktuar me sa duket vetëm për të firmosur tendera duhet bëjë transparencë. Çfarë materialesh kanë në gjendje nga koncesionari dhe cila është nevoja? Është kërkesë e ligjit mbi prokurimet që të justifikohet fondi i tenderit. Nuk është e mundur që koncesionari të ketë marrë të gjitha materialet. Nëse flitet për materiale sterile, një përdorimshme si garza, sete kirurgjikale, doreza sterile, ato skadojnë për 2 deri në 5 vjet. Fjet kirurgjikale 2 deri në 5 vjet, implante, proteza, shpesh 3 deri në 10 vjet. Solucionet dhe barna kirurgjikale zakonisht 1 deri në 3 vjet. Instrumentet kirurgjikale metalike të ripërdorshme nuk kanë skadencë fikse, por varen nga sterilizimi dhe gjendja fizike. Në rastin më të mirë, ky tender nxjerr zbuluar vjedhjen e ditëve të fundit me pagesat që po i bëhen koncesionarit të larguar. Por edhe drejtoresha e Orshis nuk mbetet pas, duke treguar një mungesë frike nga ligji të tenderat e tjerë që ka zhvilluar këtë ditë. Të harxoj 23 milion lekë për blloqe shënimesh, kërshër, styrolapsa dhe kapse letrash tregon një nxitim drejt parave që kanë në administrim. Konkretisht tenderi blerje materiale kancelarie për nevojat e operatorit të shërbimeve të integruar të sterilizimit SHA i mbyllur në 19 maj 2026 është një procedurë me flamur të kuq. Open Data Albania e përdor këtë simbol për të sinjalizuar riskun e korrupsionit. Komisioni i Arisa Cane i ka skualifikuar të gjithë përveç fituesit. Me të njëjtën metodë është vepruar edhe në tenderin blerje tonerash,
për operatorin e shërbimit të integruar të sterilizimit SHA me fond limit 19 milion lek pa të vësha. Kjo procedurë është mbajtur më 5 maj 2026. Nga ana tjetër, drejtoresha Cane ka rivendosur menjëherë fiet me ish koncesionarin për të vazhduar aferat. Kështu më 27 mars 2026 është bërë një tender me negocim pa shpallje paraprake. Domethënë është telefonuar një kompani të kryer shërbimin pa bërë gar. Drejtoria mund ta justifikojë si përjashtim këtë rast, por i dyshim të personit që ka fituar tenderin. Cani ka negociuar me firmën e ish drejtorit të kompanisë koncesionare të sterilizimit Artan Leshi, i cili më parë ka qenë një nga drejtuesit më të mëdhenj të kompanisë Sani Service. Konkretisht drejtoria Cani i dha Leshit me një telefonat apo email tenderin me objekt: transport i seteve sterile, i seteve jo sterile, materiale të buta sterile, materiale të buta jo sterile, transport i mbetjeve të rrezikshme spitalore që krijohen nga seti i personalizuar. Fondi limiti i kontratës ishte 240 milion lek pa të vëshë. Këto lek i jepen vetëm për 3 muaj. Artan Leshi figuron edhe në dosjen e prokurorisë së posaçme ku nën akuzë është akoma ish ministri Ilir Beqaj. Leshi ka qenë shoklase me Ilir Rapaj, që është drejtor koncesionar i kompanisë Sani Service, që nga krijimi i saj. Ish zëvendës ministri i shëndetësisë Klodian Rjepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj janë liruar nga qelia pasi dënimin me 4 vjet burg rezultoi ta kishin shlyer me paraburgim. Rjepaj e Rapaj u arrestuan në gusht 2023 për aferën e sterilizimit. Prokuroria ka faktuar se midis firmës koncesionare dhe Game Service janë bërë transaksione në periudhën prill 2020 dhe tetor 2021. Kështu Leshi, që ka fituar para nga kompania koncesionare, po fut duart edhe tek sterilizimi shtetëror. Pra parat derdhen tek të njëjtat dëtuar. Pavarësisht se SPAK vërtetoi vjedhje në këtë koncesion. Në gusht të vitit 2023, SPAK lëshoi 8 urdhër arreste për zyrtar të lartë dhe pronarë të koncesionit, të cilët u akuzuan për shpërdorim të tyre, falsifikim dokumentesh, korrupsion pasiv dhe shkelje të barësisë së pjesëmarrësve në tendera. Madje hetimet zbuluan se mungoi nga arkiva edhe kontrata origjinale e koncesionit. Me rënda ishte siç rezultoi se studimi i fizibilitetit ishte kryer më të dhëna të rreme. Prokurorët konstatuan se vlera e kontratës 10 vjeçare më fond, rreth 100 milion euro, në fakt ishte dyfishuar në mënyrë fiktive. Megjithatë, pavarësisht këtyre gjetjeve, qeveria shqiptare vazhdoi pagesat e plota për shërbimin edhe pas vitit 2025 kur përfundoi koncesioni. Ndërkohë gjykata e posaçme po vijon gjykimin për ish ministrin e shëndetësisë Ilir Beqaj. Sipas kontratës të nënshkruar ndërmjet kompanisë koncesionare Sani Service dhe qeverisë shqiptare, sterilizimin për një operacion të ndërlikuar kushton 37.700 lek, për ndërhyrje mesatare 22.300 lek dhe për operacione periferike kushton 13.900 lek. Të gjitha këto tarifa paguhen duke shtuar tatimin mbi vlerën e shtuar. Ndërkohë ekspertë të shëndetësisë pohojnë se sterilizimi i pajisjeve kirurgjikale me autoklav do të kushtoj shumë më lirë se 17 milion euro në vit që i pagueshin koncesionarit. U përpoqëm të gjejmë ndonjë të dhënë për planet e drejtorisë Cani, për tenderat që do të kryej, por ka një mungesë totale transparence. Kjo është faqja zyrtare e OSHIS, që bën tendera miliarda lek dhe është akoma në përgatitje. Nuk ka koordinator informacioni, asgjë për buxhetin, për prokurimet, për organigramën. Drejtoresha me sa duket ka qenë e zënë me negociatat me Artan Leshin.